Duaja më e bukur është sadaka. Dhe profeti Muhammed thot, shëroni të sëmuarit i juaj përmes sadakas. Zgjidhni problemet e juaja edhe përmes sadakas. Krijoni një ardhmëri të mirë të juaj, të familjes juaj, edhe përmes sadakas. Le të bëhet sadakaja një jetë që fëmijët me qenë të suksesshëm në jetë. Le të bëhet një jetë për të vdekurit që të kenë dhe të jenë të shpërblyer në botën tjetër, sepse i vdekuri përfiton nga duat e të gjallëve, nga sadakat e të gjallëve, dhe këtë populli jon gjithmonë e ka pas dhe gjithmonë do të vazhdojmë me të. Kështu që edhe ato ndihma dhe ato sadaka që vinë në emën për të bërë dua për të sëmuarit e tyre, për të vdekurit e tyre, janë ndihma për krahja më e madhe që lutëm që Zoti Xhaleshanuhu të ja pranojë.